ka prodhu si me marrë edhe informatat sakta pse duhet me i besu bre dikujt. Duhet veç analfabet mu konë me i besu dikujt. Po. Mos me ditë me shku e me lexu. Edhe sa i përket çështjes e Shqipërisë atje, unë mendoj që pjesat dërmuese popullatës që flasin, qoftë influencera, qoftë muzikant, qoftë kuta diçka, absolutisht haberin se kanë se çka ndodh aty. Do flasin veç me tnime që shtojmë na popullor që tu e mos e njoft themelin e problemit. Ku pe dim, na ndoshta është edhe për një investim, e ndoshta që ja shi hajrin edhe Shqipëria. Pse me mendu direkt negativisht? Po. Ai tokën s'mund marrë me ta marrë. Nuk mundet me kap çat tokë me çu kuta diku. Po. Kështu që po mendoj që janë shumë faktorë këtu që duhet mi pas parasysh e tani me reagu, sidomos fytyra publike edhe eminente, ha? Po. Ose rastet të nanë, në parlament, për shembull, e kandidon për deputete një këngëtare. Po çka lyp ajo që po kandidon këtë në rregull, po ky popull që e bre votën asaj, çka lyp ajo atje? Leta përfaqëson vetveten që diku e ka filluar atë karrierë dhe në rregull, po ja më shko atje veç numër me bovë shkoj aty tan vitin flen. Merr rrogë në kratë punëtorëve, në kratë popullit, edhe në fond kur gjahiq.